Faleminderit që më keni ftuar, gjithë keni kallëzuar interes për mua. Faleminderit shumë. Përveç pjesëmarrjes në Golden Glove, që është një garë shumë interesante, garë që ndoshta ka shumë promotorë që shikojnë boksierët, garë vërtet prestigjioze që i mundson boksierëve që të mendojnë edhe për boksin profesionist. Si kanë shkuar gjërat? Së pari në New York, më pastaj edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ke fituar dorëzën A. Po, unë kam qenë në Amerikë që 4 muaj e gjys. Së pari kam fituar turnirin për New York ku kvalifikova. Mërin e ekip New Yorkit me përfaqësu New Yorkin në turnirin për këtë Amerikën. Unë jam i vetmi shqiptar deri tani që kam fituar këto National Golden Glove që thirret. Jam bashkë me Elvirin, vetëm shqiptar që kena fitu për këtë New Yorkin. Sa meqe i ke zhvilluar 4 muaj e gjys, dhe thotë është darë edhe përgatitje dhe të zhvilluar shumë meqe për të arritur këtë sukses edhe të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, jam konë më ushtruan prej 2 janar, kam qenë në Amerikë dhe për New York më duhet më ftu 4 ndeshje dhe për garën nacionale u duhet më ftu 5 ndeshje që zhvillovan për 6 ditë. Do thot një garë ku mund të boksojnë boksierët dhe jo vetëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të shteteve tjera. Po, në garën e New Yorkit kam pas shumë boksera të huaj, sidomos rus dhe meksikan. Ka shumë boksera. Turniri i New Yorkit është ndoshta edhe më i madh me emën se nacionale, por konkurenca më e vështirë nacionale. Përse dëshira të boksosh në Shtetet e Amerikës? Ke menduar që më lehtë do të kalosh në ringun profesionist? Po, konë mundësi e madhe për mu me tregu veten në Amerikë, sidomos për promotora dhe ma ka lecu shumë për anë merit nëse vendosit të bona profin e Amerikë, ma ka lecu shumë këto 2 fitoren. Përveç këtyre meqeve që ke zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ke qenë pjesëmarrës i kampionatit evropian, pastaj i lojrave olimpike verore, do thot i vetmi kosovar që i ke mbrojtur ngjyrat e Suedis në ato garë. Çfarë është ndjenja kur bokson me boksierët më të mirë të botës? Po, në lojrat olimpike nuk pata fat në short dhe më rot 2 herë kampioni botëror. E kum një vetën krenor të jam në ring me të dhe kum boksu shumë mirë, nuk arrita të fitoj. Hupan janë në meq me pojena, por apet se apet u konë shumë, jam shumë krenar që kam marrë pjesë në lojra olimpike, e di që jam konë një prej favoritëve për medale, po Nga një dhe shorti nuk mundëson është ai 5 vjet para këtyne garave nuk ka hup dhe 2 herë kampion botëror, 2 herë kampion evropian. Nuk arrita të mu i ka boksu shumë mirë. Më pastaj vjen edhe kampionati evropian që u zhvillua në Angli. Apet me ra rusi dhe hupa me 7-5 dhe kësi hovi në tash e kam kampionatin botëror në gosht në Itali dhe atëherë shkoj për me mujtë. Kur flasim për Italinë, në Itali suksesin do thot ato mesit kualifikuse për lojra olimpike verore, pas këtyre pamje, pas këtyre fotografive që na ka sjell Naim Tërbunja, do të shohim edhe atë mesin që ka zhvilluar kundër kujt ke boksuar në atë mesin kryesor kualifikues për lojra olimpike verore. Kam boksuar kundër një bokseri që hupa në kampionat botëror në Chicago nga Armenia, Hakobian, dhe arrita të fitoj me 16-13 dhe u kvalifikova për lojra olimpike. Kur e kom fituar turnirin... Ja, ky është meqi që është zhvilluar, dhe thot ky është meqi kualifikues i Naim Tërbunjes, pra kundër boksierit Hakobian në teshat e kuqe. Po. Dhe thot atë ka ndihmuar të këto gara, këto përgatitje për këtë sukses të fundit që e ke pasur në Golden Gloves në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, normal, unë shumë fitore që i kum pas edhe për shkak eksperiencës që e kum bo, 215 ndeshje i kam shumicën me boksera më të mirë në botë. Jam konë në përkampe në shtetet si Rusia, Kuba,
krejt këto me kanë imu në këtë suksesin e fundit. Përkraje maksimale ke pasur nga Komiteti Olimpik i Suedisë edhe nga donatorët të ndryshëm për të pasur këto suksesa, për ti vizituar dhe për qenë pjesë e këtyre aktiviteteve të boksit. Po, sidomos prej Komitetit Olimpik të Suedisë, ata me kanë përkrahur që 7 vite dhe nuk kam nevojë për të punuar ose të bëj send përveç boksit dhe normalisht familjen që gjithë me ka përkrahur dhe është një fakt i madh në suksesin time. Tani vjen si sta edhe vetë kampionati botëror në kusht. Pas kampionatit botëror, çfarë mund t'i premtosh shikuesve të Radio Televizionit Kosovës edhe atyre boksdashëve që me padurim presin meqet e boksit dhe të dëgjojnë lajme të mira nga Tërhunja? Më me premtu që do të bëj çmos për të fituar kampionatin botëror së pari dhe e di që jam një prej favoritëve më të mëdha për të kthehur me një medalje. Dhe pas kampionatit besoj që do të bëna profi. Këto 2 sukseset e fundit në Amerikë me kanë jep mundësi për të bërë profi në Amerikë dhe oferta ka të mira nga Amerika, por mund të bëj edhe në Gjermani nëse kam dëshirë. A ka ndonjë ofertë konkrete kështu që mund ta përmendim që jo që mund ta përmendim. Ka interes shumë të madh dhe sidomos këto 2 turnire e kanë rrit interesin të promotorat, për atë edhe kam shku në Amerikë dhe vetë pres një kontratë të mirë. Nuk kam pyetje edhe veç të parët, por që të më japin një karrierë sa më të mirë dhe të shkoj për një titull botëror. Deri tani, pas Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ke ardhur të vizitosh të afërmit, ke pushuar pak sa kur fillojnë përgatitjet për kampionatin botëror? Si të kthena në Suedi fillojnë seriozisht përgatitjet, do të shkoj 2 javë në Spanjë, vetëm për ushtrime fizike, vrapim dhe forcë, por prej nesrit janë nisi ushtroj pak më ka dalë. A ka në boksierë tjerë nga Suedia që do t'jenë me ty në kampionatin botëror? Jemi 5 kandidat, por 2 boksera jemi 100%. Unë edhe një tjetër në kilorën 80 kg që ka marrë pjesë në lojra olimpike. Unë dëshiroj shumë sukses kur të kesh sukses apo kur të vish herën tjetër në Prishtinë, sërish do të presim në këtë studio me pamje tjera, me suksese tjera. Pra të falenderoj shumë që ke gjetë kohë dhe të falenderoj në emisionin qendror të sportit as. Edhe unë të falenderoj që më ke ftuar dhe ta kom pru një dhuratë përkujtuese që ma ka marru klubi amerikan për tifozët e mi në Amerikë. Një fanel nga Naim Tërhunja, është kjo fanela Albanian Warrior. Luftari shqiptar nga Suedia. Faleminderit edhe një herë dhe të shumë sukses. Faleminderit për prezencën. Me ndeshjet e zhvilluara sot përfundoi dhe kampionati anglis në futboll apo Premier Liga. Ti shohim golat e shënuara dhe rezultatet përfundimtare, më pastaj do të kemi edhe lajme nga sporti ndërkombëtar.